Ja këtu, kemi ardhur familjarisht në vilën e ish diktatorit. Let's take some steps. Follow us. Ja, po e filloj me. Banjë minimaliste. Këtu ishte banja e diktatorit. Jo, shpirtira, kjo është shërbëtorëve. Që ka shërbëtorëve. Shumë e vogël duket si shtëpi. Shumë e vogël duket si shtëpi. Shiko që bëhet tu. Shpirti është thjesht dhoma e shërbëtorëve. Që ka dhoma shërbëtorëve? Le të shkojmë një herë. Të shikojmë. Ku flindej? Egi, atëherë ka pas fresh. Ai fresh. Jo, s'është reklam. Ja, dalim te një korridor tjetër. Po ja bëj pak me te kamera që të shikoni më mirë, domethënë. Ja. Kjo është Wow. Këtu është dhoma e saj. Këtu është dhoma e Nexhmia Hoxhës. Vetëm një imitim në fakt. Kjo është dhoma e Nexhmia Hoxhës. Këtu ka thjetur Nexhmia. Veçmas e Enverit. Veçmas. Ky është krevati. Kjo nuk është Nexhmia, është nusja ime. Ja. Tu bën të mbledhjet. Sonja. Ja. Hyrjet dhe apartamentet kanë lidhje me njëra tjetrën. Ja. Po mirë, kjo që duesh, Egi? Kjo që duesh? Po qa më të duesh e kjo hapësira këtu? Nuk e di. Ja. Edhe biblioteka. Çfarë arkitekturë mund të qenë për shkak? Sovjetike. Prej se do shkojmë dhe tajo atje, që është plot mister. Egi, të ftojmë një takim bilateral. Të ftojmë një takim bilateral. Nuk është Nexhmia, nuk është Nexhmia. Është një lloj emocioni veçantë, fakt, ti je në vilën e ish diktatorit. Kjo është një tualet tjetër. Ja dhe një tualet tjetër. Është si shtëpia bardhë që është me ngjyra. Dhoma e shi. Unë kaq kam shtëpinë, bashkë me anën, ky pas ka vetëm banjën. Ilaçe të bofshin. Është dhe me një kënd tjetër. Këtu ka qenë. Këtu flinte Enver Hoxha. Këtu jemi në krevatin ku flinte Enver Hoxha. Pa Nexhmien. Është bibliotekë tjetër. Ja dhe një bibliotekë këtu. Edhe një bibliotekë, ka lezet. Shumë inteligjent ka pas qenë diktatori. Shumë mirë. Urdhëro. Ja, dhe këtu që ka një pjesë tjetër. Ja. Një zot e di se çfarë është. Një zot e di. Ndërkohë, ne kemi ardhur për koncertin e famshëm që Reniz Gjoka përregjistron këtu. Unë nuk do ta postoj të video, thjesht do ta kem dokument dhe kujtim për familjen time.
Ja. Diktatori dëgjonte vetëm rock. Diktatori dëgjonte vetëm Sander Gjokën dhe Renis Gjokën. Wow! Roft diktatori. Ja.